Komisionera për zgjerim në Komisionin Evropian, Marta Kos, ka dhënë një mesazh të fortë për vendet kandidate, duke theksuar se procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian do të mbetet i bazuar te reformat dhe standardet demokratike. Në fjalën e saj në një seancë të Parlamentit Evropian, Kos deklaroi se vendet që synojnë të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian duhet të jenë demokraci të forta dhe të qëndrueshme, të afta të përballojnë ndikime të jashtme, veçanërisht ato që vijnë nga Rusia. Vendet që do të na minonin nga brenda nuk mund të bëhen shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Ne duhet të sigurohemi absolutisht për këtë. Vendet që i bashkohen Bashkimit Evropian duhet të jenë demokraci të forta dhe elastike, të afta të rezistojnë ndikimit toksik të Rusisë dhe të tjerëve. Komisionerja theksoi gjithashtu se në procesin e zgjerimit nuk mund të ketë rrugë të shkurtra për reformat dhe se qytetarët evropian presin nga institucionet e BE-s një proces të rreptë dhe të besueshëm. Kos ju referua edhe vendeve si Shqipëria, Mali i Zi, Ukraina dhe Republika e Moldavisë, teksa theksoi se performanca e deritanishme nuk u garanton një status të veçantë në proces dhe se gjithçka varet nga reformat. Duke qenë se jeni konsideruar deri më tani si një shtet favorit në procesin e pranimit në Bashkimin Evropian, kjo nuk ju garanton një status të veçantë. Progresi duhet të ruhet në vijimësi përmes zbatimit të reformave. Deklaratat e zyrtares së lartë europiane prekin direkt edhe Shqipërinë, ndërkohë që janë shtuar shqetësimet se rruga e vendit tonë drejt Bashkimit Evropian është vënë në rrezik për shkak të kursit anti-institucioneve të drejtësisë që ka marrë kryeministri i vendit Edi Rama, të cilat kulmuan me bllokimin që shefi i qeverisë i bëri heqjes së imunitetit të Belinda Ballukut.